Tirana ishte ndalesa e radhës e projektit ndërkombëtar Mama Mother Nature, një nisëm artistike e idejuar nga Leila Alijeva, që ndërthur artin bashkëkohor me ndërgjegjësimin për sfidat mjedisore. Kryeministri Edi Rama e vlerësoi projektin si një platformë të rëndësishme dialogu ndërkombëtar. Është privilegj të kemi këtë kombinim të artit kushtuar mbrojtjes së natyrës. Kjo ekspozit ka hapur një rrugë të re miqësie dhe marrëdhëniesh, duke sjellë dëshmitë e njerëzve krijues në këtë sallë. Ndërsa ideatorja e projektit, Leila Alijeva, theksoi se kjo nismë me 56 artistë nga e gjithë bota është një thirrje për ndërgjegjësim. Ndajmë veprat e 56 artistëve nga mbar bota. Me këto piktura, skulptura, instalacione, artistët shfaqen fuqinë dhe forcën e natyrës për përkështua edhe bukurinë e vrishtësinë e saj. Alijeva nënvizoi gjithashtu se fuqia e empatisë dhe e krijimtarisë mbetet një nga mjetet më të forta për të promovuar një kulturë kujdesi ndaj mjedisit. Ndonjëherë, kur flasim për mbrojtjen e natyrës, njerëzit mendojnë se e bëjmë sepse duam natyrën, duam kafshët. Po në fakt e mbrojmë natyrën prej dashurisë për njerëzit, sepse njerëzit kanë nevojë për natyrën që të jenë të lumtur. Edicioni i Tiranës vjen me mbështetjen e ambasadës së Azerbajxhanit në Shqipëri dhe qendrës së hapjes për dialog, duke vijuar një rrugëtim global që ka përfshirë qytete si Roma, Londra dhe Berlini.